Nga muaji mars, zyrtarët policor nuk janë kompenzuar për orët e tyre shtesë. Ani pse ishte premtuar se kjo do të realizohej, TVN ka mësuar se ende asnjë pjesëtar i policisë nuk ka marrë bashkë me pagën e tyre këto shtesa. Mediumi ka dërguar pyetje në Policinë e Kosovës për arsyen se pse nuk janë kompenzuar zyrtarët policor, por që deri në publikimin e kronikës nuk ka pasur përgjigje. E një nga ish-drejtorët e policisë thotë se kjo çështje duhet trajtuar me seriozitet për shkak se policët kanë punuar edhe me orare të zgjatura. Ata nuk kanë shkuar vetë sipas dëshirës paqiten dikon të bëjnë disa orë shtesë, mirë po është kërkuar nga ata që të shkojnë dhe të angazhohen. Dhe mendoj që është obligim ligjor nga qeveria e vendit, nga detyria e përgjithshme e policisë dhe Ministria e Brendshme që të kompenzohen orët të cilet realisht ata kanë punuar. Çalaj, që është deputet, thotë se edhe kriza politike me mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës ka ndikuar në këtë vendim. Mos konstituimi i Kuvendit ndikon tek popullata e mbarë në Kosovë. Mendoj që ne si vend, si popull, kemi pasoja për shkak të fondeve të ndryshme që duhet kalojnë ligjet e ndryshme në Kuvendin e Kosovës dhe jemi duke humbur shumë si shtet. Mirë po për këtë duhet falësuar dhe adresa është e qartë, është koalicioni që ka siguruar më shumë të vota në zgjedhjet e fundit për Parlamentin e Kosovës, pra është lëvizja vetëvendosje, Partia Guxo dhe Alternativa, të cilat janë duke mbajtur Parlamentin në blokadë. Edhe nën koloneli në pension, vlerëson se situata aktuale është shqetësuese, andaj kërkon veprim të menjëhershëm. Madje sipas tij, kjo ndikon edhe në motivacionin e zyrtarëve policor gjatë kryerjes së detyrave të tyre. Është aspekti juridik ligjor që ja mundson atyre që të bëjnë pagesat e tilla dhe janë të nevojshëm për zyrtarët policor, pasi që shumica prej tyre kanë kredite, nëse në kohë të gjatë nuk paguhen shtesat e tilla, ndikon në motivimin e tyre, në vullnetin e tyre për punë, në dëshirën e tyre për ta luftuar krimin dhe dukuritë tjera negative. Prandaj në punë ose në pagesë sa më shpejt, unë mendoj se ngrit moralin e zyrtarëve policor në luftë kundër krimit, kundër dukurive negative dhe në zbatueshmëritë e ligjit mbi policinë. Kompenzimi i tyre për orët shtesë parashihet edhe me ligjin për policinë e Kosovës.